Të ishmet, edhe një pyetje se e ka me merak. Për 72 milion lek drona do bleme, qa do mos keni vendosur të sulmojmë Iranin? 7 milionë 200.000, Të vjetra? Të reja, 7 milionë 200.000. Por sa të bëjnë të reja, se kuptoj. Të vjetra sa bëjnë, 72 milion të vjetra. Qa droni është ky, nga do ta marrim? Janë dy pajisjet të cilat shpërndajnë. Ore drona, ore nuk e di, janë drona luftarak, po ju pyes do sulmojmë Iranin. Përdoren për Në një vend armik që është vend armiqësor ndaj Shqipërisë edhe Vlorës. Po 72 milion lek dy drona, e dini ju çfarë do me thënë apo jo na dëgjojnë qytetarët do thonë jeni të çmendur të gjithë. 72 milion lek dy drona. Po për çfarë duhen këta drona? Çfarë janë këta drona? Çfarë do bëjnë? Ta do spërkasin. Ta do shpërndajnë rreth që mos të bjerë shi në sezonin turistik. Se unë nuk e di çfarë janë dy drona 72 milion lek. Ore kush na dëgjon do thot, ore më mirë ata që sollën që donin 72 milion lek për dy drona. Po ju nuk thatë as i fjalë. Tani mos ta themin. 72 milion lek, më thoj një dron që bën 37 milion lek. Çfarë droni është? 36 më falë, këtë drejtë, shtova me 1 milion lek. 36 milion lek një dron. Ore të na dëgjojnë qytetarët, për mbase jam unë gabimu. 36 milion lek një dron, vetëm po të sulmojmë Iranin ore ishmet. Po keni vendosur që Vlora, si Republika Autonome e Shqipërisë, të futet në luftë me Iranin, bujrum do vi dhe unë me juve. Do e votoj këtë projekt vendim. Po 72 milion lek për dy drona, po është çmenduri. Po tani nuk e di domethënë. Unë nuk e di si keni arritur ta shkruani një herë. Le pastaj të kërkoni miratimin në Këshill. Si keni arritur në këtë konkluzion që 72 milion lek të blem dy drona? Unë nuk kërkoj minimalisht të pikë të atërishni, për të tjera thoni qatë doni, ka argument, edhe karikusi makine, po 72 milion lek dy drona, ju qofshi do me thënë. Këtu ka ikur se unë kam parë këtu, edhe kompjutera nga 5 milion, nga 6 milion. Po kjo e dronave do me thënë, kjo është mbrekullia vetë. 72 milion lek dy drona, nuk e di kush do t'i marri, mos i nis bruna këta drona dorë. O ishmet ka ndonjë aftësi të veçantë kjo kryetare bashkisë që nis drona të tillë. Është turp i madh domethënë. Kaq ditë të them.